Llojet e gjumit. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i ka thënë Imam Aliut, paqja qofshin mbi të: O Ali, gjumi është në 4 lloje. Gjumi i profetëve, paqja qofshin mbi ta, mbi krahun e tyre; gjumi i besimtarëve në të djathtën e tyre; gjumi i jobesimtarëve dhe hipokritëve në të majtën e tyre; dhe gjumi i djajve mbi fytyrat e tyre përmbys. Ky hadith na tregon 4 llojet e gjumit sipas gjendjes shpirtërore dhe besimit të njeriut. Hadithi thotë se profetët flen mbi krah si shenjë përgatitje dhe vetdije për lidhjen me Allahun. Besimtarët flen në anën e djathtë, që është praktik e rekomanduar në Islam. Jo besimtarët dhe hipokritët flen në anën e majtë, që lidhet me dembelizën dhe largësi nga praktikat e devotshme. Djajt flen përmbys mbi fytyrë, tregon shpërfillje dhe shkujdesje të plotë. Gjendja e gjumit reflekton gjendjen e zemrës. Gjendja se si flen njeriu tregon shumë për njeriu.